Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Shqipëria prej vitesh po punon për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ky proces nuk është i lehtë dhe kërkon shumë reforma në fusha të ndryshme si drejtësia, ekonomia dhe lufta kundër korrupsionit. Vendi ynë ka bërë hapa përpara e megjithatë përballet me sfida të mëdha për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Shqipëria prej vitesh po punon për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ky proces nuk është i lehtë dhe kërkon shumë reforma në fusha të ndryshme si drejtësia, ekonomia dhe lufta kundër korrupsionit. Vendi ynë ka bërë hapa përpara, por ende përballet me sfidat e mëdha. Një nga problemet kryesore mbetet korrupsioni dhe funksionimi i institucioneve. Bashkimi Evropian kërkon standarde të larta dhe transparencë dhe Shqipëria duhet të vazhdojë reformat për të fituar besimin e vendeve anëtare. Gjithashtu, përmirësimi i infrastrukturës dhe i shërbimeve publike është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e vendit. Megjithatë, Shqipëria ka edhe më shumë potencial. Pozicioni gjeografik, pasuritë natyrore dhe rinia janë avantazhe që mund të ndihmonin vendin të ecë përpara. Me përpjekje të vazhdueshme dhe bashkëpunim, ëndra për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian mund të bëjë realitet vetëm nëse realizohen këto të fundit. Në fund, rruga drejt BE-s është një luftë me sfida, por është edhe një mundësi e madhe për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë dhe qytetarët e saj. Në ambientet e Universitetit të Gjirokastrës Eqerem Çabej është zhvilluar forumi hapur me temë Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, arkitekte e rendit juridik evropian dhe mbrojtëse e qytetarit. Ky aktivitet synon forcimin e qeverisjes përmes edukimit mbi Bashkimin Evropian. Në ambientet e Universitetit të Gjirokastrës është zhvilluar forumi i hapur me temë Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, arkitekte e rendit juridik evropian dhe mbrojtëse e qytetarit. Ky aktivitet synon forcimin e qeverisjes përmes edukimit mbi Bashkimin Evropian. Forumi bëri bashkë përfaqësues të Akademisë dhe Sistemit të Drejtësisë. Në panel morën pjesë zëvendës rektoria profesore asociuar Merita Seraj, kryetaria e Gjykatës së Jurisdiksionit të Përgjithshëm, magjistrate Entela Selmanaj, gjyqtarja magjistrate Netila Përallaj, si dhe drejtuesi i projektit Dr. Arjan Gjini. Gjatë forumit ky fundit theksoi rolin e GBDS si shtylla kurrizore e integrimit evropian, duke nënvizuar se ajo garanton interpretimin uniform të ligjit dhe të gjitha shtetet anëtare. Diskutimi u përqendrua në parime themelore si efekti direkt dhe supremacia e ligjit të BE-s mbi ligjin kombëtar. Magjistratet e pranishme dan perspektivën e tyre mbi rëndësinë e dialogut gjyqësor dhe rolin e gjyqtarëve kombëtar si gjyqtar evropian në praktik, e teksa u theksua se për Shqipërinë si një vend kandidat për Bashkimin Evropian, njohja e jurisprudencës së GBDS është thelbësore për reformat në studimin e ligjit dhe në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Ky aktivitet përbën një hap të rëndësishëm në realizimin e objektivave të projektit për rritjen e ndërgjegjësimit mbi vlerat europiane dhe modernizimin e administratës publike përmes transparencës dhe llogaridhënies. Punojmë me institucionet e Bashkimit Evropian, të nderuar kolegë, të nderuar studentë, të nderuar qytetarë. Është një gjë e jashtëzakonshme, është një suport i jashtëzakonshëm. Dhe është një domosdoshmëri, sepse para se të jemi në profesionet tona, ne duhet të garantojmë që zhvillimi ynë shoqëror të jetë i aktiv, që të jetë në konkurrencë me vendet e tjera, dhe ne të sillim gjurmët tona në zhvillimin shoqëror të Bashkimit Evropian. Unë dua të ndalem kryesisht në atë që për ne ka qenë pika e dobët sistemi i drejtësisë në Republikën e Shqipërisë. I është kushtuar shumë vëmendje, janë kryer disa reforma, janë kryer disa ndryshime ligjore për sa i përket sistemit tonë të drejtësisë në Shqipëri, dhe e fundit ka qenë reforma në drejtësi e filluar në vitin 2016. Reforma në drejtësi është një nga reformat më të thella ligjore dhe institucionale që ka prekur sistemin e drejtësisë në vend dy dekadët e fundit. Për këtë arsye kam paraqitur disa slajde. Synimi i reformës në drejtësi ka qenë krijimi i një sistemi drejtësie të besueshëm, të drejtë, të pavarur, të përgjegjshëm, efikas dhe profesional. Reforma realizon një ndërhyrje shumë thelbësore në të gjitha institucionet dhe organet e drejtësisë. Dua ta shikoj reformën në qasje me Bashkimin Evropian. Kjo ka qenë këndvështrimi në përfilimin e slajdeve. Reforma në drejtësi është bërë me mbikëqyrjen, kujdesin dhe me ndikimin e Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian, për të bërë parafrimin e legjislacionit tonë me legjislacionin e Bashkimit Evropian si një vend që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Reforma në drejtësi pati ndikim thelbësor për organet kryesore të drejtësisë, roli dhe funksionimi e organeve ekzekutuese, u zgjerua jurisdiksioni i gjykatës kushtetuese, mënyra se si palët do të drejtoheshin asaj, u ndryshua mënyra e emërimit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese dhe
gjyqtarët e gjykatës lartë, u krijuan organet e administrimit të drejtësisë, siç është Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë dhe Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Ajo që dua të theksoj është që për gjithë pjesëmarrësit, duke qenë se Universiteti i Gjirokastrit, unë e them me keqardhje, do të ishte shumë mirë kishte dlegën e drejtësisë. Dua të ndalem pak tek momenti që në Republikën e Shqipërisë pushteti gjyqësor ushtrohet vetëm nga gjykata, të cilat krijon me ligj, nuk ka gjykata të jashtëzakonshme, nuk e lejon kushtetuta. Gjyqtarët kanë kompetencë të shqyrtojnë të gjitha çështjet penale, civile, administrative, si dhe çdo çështje tjetër të përcaktuar në ligj. Sot për sot, vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë nuk janë detyrueshme për jurisprudencën shqiptare, sepse normalisht duke mos qenë pjesë e këtij komuniteti, është e pamundur që neve të kemi detyrimin për të zbatuar vendimin e kësaj gjykate. Mandej këto mund të përdorin si autoritet bindës. Çka do të thotë që gjykatat shqiptare, në momentin që do të japin një argument juridik, të marrin një vendim, kanë detyrimin që të zbatojnë vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, pra Gjykatës së Strasburgut, natyrisht dhe jurisprudencën e brendshme, por mund t'i referohen dhe si një autoritet bindës, pra për të përforcuar argumentin e saj dhe Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Ndërkohë që një qasje tjetër pozitive është sepse vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Drejtësisë më shumë përdoren nga gjykatat administrative, i cili në fakt ishte vendim nga ligjet që përshëndet në progres të raportit deri në vitin 2014 ishte miratuar. Sot me kënaqësi mund të themi gjykata e administrative është nga gjykatat e cila ka një punë voluminoze dhe i ka dhënë një qasje tjetër për sa i përket marrëdhënies midis administratës shtetërore dhe individit. Dhe këto gjykata shpeshherë dhe sot i referohen në zgjidhjet e tyre të përditshme vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, pasi ato mund të kenë mosmarrëveshje në fushën e prokurimit publik, që natyrisht duke qenë se gjëja e dënia në fokusin e saj mund të ketë tregun e lirë dhe marrëdhënie juridike që kanë pikërisht me këtë pjesë, pra me operatorët ekonomik, mund të referohen atje për disa parime të rëndësishme, siç mund të jetë parimi i proporcionalitetit. Dhe është detyrimi jon të paktën një institucion të administratës publike që në këtë proces historik që Shqipëria po kalon të përçojmë dije dhe informacion dhe kemi detyrimin si qytetarë të këtij vendi të informoheni në procesin e negociatave. Në mënyrë absolute për çdo fazë, për çdo sfidë dhe për çdo proces që po kalon Republika e Shqipërisë. Procesi i integrimit evropian në fakt për te agjendës politike, sepse dije që është për fjala e agjendës politike, duhet të mbaren në vëmendje që është një çështje me histori shumë kombëtare. Është një nga ngjarjet më të rëndësishme të Republikës së Shqipërisë ky proces. Është një proces dinamik. Domatet, që janë një produkt më i populluar në vendin tonë dhe më të kultivuar në sera dhe në kopshtet familjare, por edhe të përdorura në recetat e ambisave, to ditë çmimi i tyre në tregjet e pakicës ka shënuar rekorde duke u shitur prej 3.500 lekësh të vjetra deri në 4.400 lekë të vjetra për kilogram për domate normale dhe më pas me një rritje çmimi për domaten qershi me një vlerë të panjohur më parë për konsumatorët duke arritur deri në 7.000 lekë të vjetra. Edhe pse këto zërzavate nuk janë në kohën e saj, sezoni i dytë i serave sjellin këtë produkt me çmime të pranueshme në tezga në fillim prilli, për gjatë viteve të mëparshme, kurse këtë vit kemi një rritje të jashtëzakonshme të çmimit të saj. Një kombinim faktorësh që nis qoftë me sipërfaqet më të ulta të mbjelljes, dëmet që krijuan përmbytjet për gjatë fillimit të vitit dhe kërkesa e lartë për eksport, po mban çmimet në tavan. Të dhënat nga tregu tregojnë se dje 1 kilogram domate me shumicë në ferm ka kushtuar 2.000 lekë deri në 3.000 lekë të vjetra, ndërsa në tezga domatja është ndruar në një produkt mos më prek pasi e ka kaluar këtë çmim. Kryesisht në kryeqytet, por edhe në qytetet e tjera të vendit si në Vlorë, Korçë e të tjerë. Çmimet e larta në pikat e grumbullimit po përkthehen në shifra akoma më rënduese për qytetarët, kryesisht në tregjet e pakicës, ku çmimi për kilogram ka nisur tashmë nga niveli i 350 lekëve të reja apo 3.500 lekëve të vjetra. Ky trend i rritjes konfirmohet edhe nga analiza historike e shifrave të Instat, ku krahasimi i muajve shkurt ndër vite tregon se viti 2026 shënon nivelin më të lartë të çmimit mesatar në 4 vitet e fundit, duke lënë pas edhe kulmin e regjistruar në vitin 2023. Çmimet e larta jo vetëm të domateve, por edhe të produkteve të tjera ushqimore, po sillin edhe një krizë të çmimeve të produkteve edhe në të gjithë mesdheun, por gjithashtu edhe në vende të tjera të Evropës, ndërsa për Shqipërinë këto do të përkthehen në më shumë lek për qytetarët.
Serat e specializuara për eksport në Fier, Lushnjë dhe Berat janë përmbytur disa herë për gjatë muajve nëntor 2025, por edhe për gjatë muajve janar dhe shkurt 2026, duke humbur krejtësisht një pjesë të madhe të prodhimit dhe fidanishteve të reja, çka ka ndikuar gjithashtu në rritjen e çmimeve të produkteve, qoftë zarzavate apo fruta dhe përfshir këtu domaten. E ndërsa po vijon të ketë problematika të tilla, kjo dhe për shkak të rritjes së çmimit të karburanteve, duke krijuar një efekt zinxhir pothuajse të gjitha produktet e shportës. Përgjithsisht përdorimi i makinave në vendin tonë tarifohet shumë, pasi përveç taksës së qarkullimit që bile tek nafta, nga e cila u arkëtua 24.2 milion euro për gjatë vitit që lan pas në 2025, ka dhe 5 lloje të tjera taksash direkte mbi përdoruesit e mjeteve: taksa për regjistrim fillestar për automjete, tarif shërbimi për qarkullimin e automjeteve, taksa e përvitshme për automjetet luksoze. Të dhënat tregojnë se 359 milion lekë ose 4.8% e totalit të taksës që u vol ndaj makinave luksoze, pa përfshirë pagesat në të ardhur e tarifat ndaj automjeteve vitin e kaluar, ishin plot 32 miliard lekë. Këtyre u shtohen dhe rreth 26 milion euro të paguara për të kaluar në rrugën e kombit, kjo sipas të dhënave, teksa vlera e tatimeve dhe taksave që vilen ndaj automjeteve është e lartë, qeveria çon vetëm një pjesë të vogël të saj për mirëmbajtjen e rrugëve. Buxheti i shtetit funksionon me parimin e mosdestinimit të ardhurave, paratë mbledhura nga taksa e automjeteve dhe taksat e tjera deri në një thes të përbashkët. Këto fonde shpesh përdoren për të mbuluar skemat e pensioneve, pagat e administratës ose për të shkryer borxhin publik në vend që tu rikthehen në rrugë. Gjithashtu, prioriteti i qeverisë ka qenë historikisht ndërtimi i rrugëve të reja, investime kapitale dhe jo mirëmbajtja e atyre ekzistuese. Kjo ka krijuar një cikël ku rrugët degradojnë më shpejt dhe kërkojnë rindërtim total, që kushton shumë më tepër se sa një mirëmbajtje e vazhdueshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.